Ndoshta nuk do t'jenë zgjedhje elektorale, por sigurisht do t'jetë një zgjedhje fort politike. Socialistët po bëjnë gati terrenin që para vitit 2029 të thrasin shqiptarët në një referendum të rëndësishëm, ndoshta dhe kushtetues. Pas deklaratës së Edi Ramës, javën e shkuar sot ka qenë kreu kuvendor Tauland Balla, i cili ka nxjerrë disa detaje më shumë. Dhe ndër këto detaje, ideja e një kuvendi të ri me më pak deputet është më pak e rëndësishmja. Kjo ide e hedhur si karrem pak muaj më parë po nga Edi Rama dhe e kapur najer nga Sali Berisha, i cili kërkon në shkëmbim dhe senatin e 40 vetave me privilegje nga drejtësia, është vlerësuar si e mbajtur shënim nga socialistët, por duket se shënjestra e tyre është shumë më lartë dhe më lartë se kaq. Po ku? Tashmë është e dukshme që ka një përplasje mes dy pushteteve, atij politik dhe gjyqësor në Shqipëri, dhe në momentin që quhen dy pushtete, sigurisht që secili do t'rregojë anët e veta më të forta. Drejtësia e re e tregoi me rastin Balluku se mund të ndryshojë përbërjen e qeverisë, por nuk mund të ndryshojë ngjyrën e saj. Drejtësia ka edhe një pikë tjetër të dobët. Formula e zgjedhjes së saj vjen nga formula politike, ndërsa vetë politika e ka më tërë zgjedhjen. Ajo votohet nga njerëzit. Në fakt, to e ka dhe pikën e saj më të fortë. Socialistët kanë 14 vjet që janë forca më e padiskutueshme politike në vend. Nga ky pushtet buroi dhe vullneti për reformën në drejtësi. Partia Socialiste kishte vendosur për mos ta përdorur këtë pushtet, por çfarë ka ndryshuar tani? E para, sigurisht ka ndryshuar qeveria. Dy krahët më të fuqishëm të Edi Ramës në qeverisjen lokale dhe qendrore sot përballen me drejtësinë, pa përmendur dhe shumë të tjerë. Por ajo që duket se ka ndryshuar është sjellja e mazhorancës. Ka hequr dorë nga mbrojtja dhe shedhur në sulm, bile duke ignoruar dhe opozitën. Mazhoranca po fton jo të shtojë mandatet e saj, por t'i bashkojë me asaj në një tjetër sjellje të demokracisë në referendum. Dhe kur flet sovrani në referendum, nuk ka një interpretim të thjeshtë elektoral. Së pari, konfirmon se sa e drejt apo e gabuar është një kauzë për te gardeve politik. Së dyti, sigurisht dhe këtu është dinakria e Edi Ramës, konfirmon një shumicë politike të vënë në dyshim, si thot dhe ai vet, nga ndonjë shyshe në Berlin apo Bruksel. Por si çdo gjë e re, dhe kjo ka risjet e saj. Integrimi mund të jetë njëri prej tyre, por përse Rama do vinte kështu në pikpyetje tezën e tij kryesore elektorale, atë të pasaportës europiane. Për këto do flasim sonte. Sigla. Deputet dhe në kryetar grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Mbrëma, kënaqësi të kem program. Mbrëma, kënaqësi për mua. Kam kënaqësi të kem program për gjithashtu për herë të parë Albatros Treçan, shkrimtar dhe komentator Mbrëma Albatros, kënaqësi të kem sonte në Real Story, Arben Meçaj, Mbrëma Meçaj, dhe Flogert Muçaj, Mbrëma Flogert nga Lexo.al. Por do doja të ndiqim fillimisht konferencën për shtyp të Tauland Ballës, i cili sot ka hedhur disa detaje më shumë rreth tezës e Edi Ramës për një referendum për reformën politike në vend. Një referendum që si thot, apo le të kuptohet Tauland Balla, mund të jetë referendum për ndryshim në kushtetutës. Ndjekim kronikën. Mazhoranca socialiste ka gati draftin për referendumet një parashikim në kushtetut, por i pa aplikueshëm deri më tani për shkak të mungesës së ligjit. Socialistët e kanë hedhur këtë hap që e prezantoi pa vonesa nga lajmërimi i Ramës të shtunën në asamble. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Kushtetuta përcakton se si mbahen referendumet dhe po ashtu se si përmes referendumit mund të miratohen dhe amendamentet e kushtetutës, por sot jemi këtu para jush, pikërisht për t'i dhënë udhë këtij procesi. Drafti nuk është depozituar në parlament, më parë ai do t'i nënshtrohet një konsultimi të gjerë. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, prandaj jam këtu bashkë me nënkryetarin, do të zhvilloj disa tryeza të mëdha konsultative me jurist, me profesoratin, student, me shoqërinë civile, me qëllimin e mirë që të shkojmë në një draft, një projekt të konsoliduar mirë. Balla në këtë grup të konsultimeve nuk përmendi opozitën, por drafti do të kalojë edhe në procedurë parlamentare. Ligji i referendumeve miratohet me 84 vota, fillimisht pasi të kalojë diskutimet parlamentare. Edhe ky ligj për referendumet
do të kaloj në të gjitha filtrat parlamentar ku opozita është e përfaqësuar, por mos harroni që Partia Socialiste e Shqipërisë, e cila në 11 maj 2025 ka marrë 83 mandate për të qeverisur vendin, por për qëndë shumicë vendimarrëse në Kuvendin e Shqipërisë, ka pikë pari një kontratë me qytetarët. Në draft ndërkohë parashikohen rregullat, natyra e referendumeve, mes tyre edhe referendum kushtetues, që do të kërkojë kalimin e testit të numrave në parlament, 93 të tilla. Referendum për ndryshimet kushtetutës, organizimi i cili vendoset me 2/3 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, të cilët kërkojnë që projekt amendamente kushtetuese të votohen drejt për drejti nga populli me referendum. Referendumi i kërkuar me të paktën 1/5 e gjithë anëtarëve të Kuvendit që amendamente kushtetues i miratuar nga Kuvendit ti nështrohet votimit popullor me referendum, referendumit përgjithshëm për një çështje të rëndësie të veçantë kërkuar nga populli nëpërmjet 50.000 shtetëse me drejt vote. Referendumit të përgjithshëm për një çështje të rëndësisë veçantë kërkuar nga Kuvendi me propozim të jo më pak se 1/5 deputetëve ose me propozim të Këshillit Ministrave. Dhe kategoritë e referendumeve të cilat në projekt ligjin që ne do të shtrojmë për konsultim publik janë referendum kushtetues, referendum i përgjithshëm, referendum vendor. Ligjin mazhoranca socialiste synon ta miratojë deri në muajin korrik dhe një ndër propozimet e para që mund të shkojë për referendum mund të jetë ideja e uljes së numrit të deputetëve në parlament. Edhe për sa i përket ndryshimeve të kushtetutës lidhur me nenin për numrin e anëtarëve të parlamentit, ne kemi propozim disa vjeçar tek 100, 101, 101, nëse do t'i drejtohemi popullit për ta pyetur për këtë çështje, këtë na lejon kushtetuta. Këto janë teknikalitetet, por natyrisht flasim pak për politikë. Në këtë konferencë për shtyp ka pasur dhe një pyetje nga gazetarët lidhur me mos pjesëmarrjen e zonës Piropali në votimin në Kuvend për kërkesën së pagupreshjen e imunitetit të Belina Vallugut. Në fakt zonës Piropali është përgjigjur dhe i është përgjigjur pak me vonesë, siç ka thënë vetë dhe ka thënë që i ka bërtirë tavlon bazë sa tresi grupin dhe të bëhet një debat publik për këtë çështje. Kjo në fakt pasi u bën një mbledhje grupi ku foli vetëm Rama kryesisht. Keni një koment për këtë? Do mbledhet realisht grupi për... E para ne mblidhemi gjithmonë, pra nuk është se mblidhemi për një çështje të caktuar, edhe sigurisht do të mblidhemi, por ajo që dua të theksoj unë është që në 2 mbledhjet e fundit, kur kemi padur diskutime sigurisht të rëndësishme, kemi qenë prezent të gjithë, dhe ju thatë ka qenë dhe ka folu kryeministri, por kryeministri që në një moment saktuar e pastaj vazhdojnë diskutimet e grupit. Dhe ne kemi qenë aty, edhe zonja Piropali ka qenë aty, ne kemi diskutuar, kemi marrë vendime. Nuk mbaj mend që të ketë shprehur që atë ditë nuk e di reagimin e saj sot, por ka thënë që bëjmë një debat për këtë, me që jam dakord që të thirret grupit dhe të flasë. Me që Taulandi ka thënë që do mblidhet grupit dhe do flasi. E para do mblidhet grupit dhe do flasi për këtë çështje apo jo? E para kryetari i grupit parlamentar në asnjë rast nuk shpall vendime pa konsultuar grupin parlamentar. Kjo është praktikë të paktën 6 muaj që kam unë aty, që ka funksionuar vetëm në këtë formë. Pra kryetari i grupit çdo temë e diskuton në grupin parlamentar. Dhe aty gjithë secili është i lirë të thot mendimin e tij e të votojë sipas mendimit të tij, ndërsa në këtë rast unë do thosha që nuk besoj që është një çështje të cilës do t'i japim shumë kohë për diskutim, patjetër që grupi parlamentar do të mblidhet. Jo, sepse ka disa media që thonë Piropali po përçahet grupi etj. Në këtë sens. Shikoj, ne nuk kemi pasur asnjë shqetësim tillë sepse siç e thatë edhe ju, kemi pasur 2 mbledhje grupi parlamentar ndërkohë dhe nuk mbaj mend asnjë çështje të ngritur as nga zonja Piropali as nga ndonjë koleg tjetër i imi. Gjithsesi ne do të kemi mbledhje grupi shumë shpejt edhe patjetër që nëse dikush ka diçka mund ta shprehë në mbledhje grupi. Por çka është kjo sas për bën zotëria tash, thonë se ai Taulanti tha ne do ulemi, do diskutojmë, edhe ai bëri diçka që krejt normale, që quhet disiplina në partisë. Domethënë ajo është kryetari i grupit parlamentar, është ekuivalenti i asaj që në Amerikë quhet whip.
është Kamgjiku që kujdeset që deputetët të sillen, ata janë të lirë të dalin kundër, po duhet deklarohen që janë kundër, bëjnë fraksion, dalin për partisë, po përderisa që këtu jemë në partije, ka një disiplinë dhe ta Lonti ka plotësisht drejt, që do të mbledhë, do të diskutojmë këtë punën e disiplinës. Po ashtu dhe Zoja Spiropali ka të drejt që e sfidon, por në momenti kur ajo ka dalë për rreshtit, ajo dalja, unë e respektoj si vendim, e kam thonë publikisht, e respektoj si vendim, ajo e ka qua të gjën e vetë dhe në fund, konfliktin që flitet që e ka me Belinda Ballukun, por në momentin ti kur del për rreshtit, ajo ka pasoja. Tash nuk mund të thush, unë kam dalë kundër partisë, tash jam partit, tash diskutohet ku je, ku s'je, dhe kjo është një debat, është debat legjitim, Elisa e sfidoj. Duke si ftesë prapë si sfida. E sfidoj ajo, e sfidoj, edhe tash po ajo duhet unë Elisën e një mirë, kam pas edhe rastin të punoj edhe me të, por duhet tash ti mendoj hapat dhe në fund, si kur i futësh shejvalle nuk mund të rriqesh në mes. Praktika e ka... Ajo, spaku sa unë po lexoj, është që nëse ajo do në mi shku dhe në fund, edhe pala tjetër është interesuar me shku dhe në fund, pi Ramës e të poshtë. Pra ndaj pyta dhe Eroni, pra... Unë shpreha qartë, praktika e grupit tonë parlamentar është kjo që ne në çdo mbledhje grupi, sigurisht që çdo tematik që kemi e diskutojmë. Dhe aty merren vendime, dhe aty thuhet nëse dikush ka diçka që mendon ndryshe, apo ndryshe nga grupi, apo ka një mendim të caktuar. Dhe nuk mbaj mend që asnjë nga kolegët tonë këtë mbajtur një qëndrim ndryshe gjatë mbledhjeve që ne kemi bërë. Po, ama o mbaj qëndrim ndryshe në seansë? Kjo është diskutuar dhe pa tjetër që e thash, kryetari i grupit asnjëherë nuk shpall vendime pa i diskutuar me grupin parlamentar. Ajo që ka Elisa e tha, se deri sot ka mundur mu spekulu që ditën kër është mojtë seansa, Elisa ka pas diare, ka pas grip, ka dhimbje koka, ka pas i problem, s'ka qenë humor të mirë, gjëra njerëzore. Por me reagimin sot, ajo tregoi që asnjëna prej atyre nuk ka vlerë. Mos pjesëmarrja ka qenë e qëllimt, e menduar, edhe ajo ka qenë një farloj deklarate politike. Kështu që ajo e dëshmoj që ka dalë për rreshtit, edhe e mori përgjegjësinë pra dalë për rreshtit. Tash, pyetja është a do të shkojë deri në fund. Vetëm unë kam vetëm një pyetje. Domethënë në atë seancë munguan 3 vota. Po ata të tjerë thanë që kanë pas arsye, udhëtime jashtë vendit të tjera, domethënë tash, nëse zotërit i rrinë mbrapa rrëfimit që kanë pas arsye, vlen kjo që thot zotëria, por sot Elisa, me deklaratën e vetë, I rëzoj thoni ju gjithë tezat e tjera, gjithë justifikimet e tjera. Ajo tha, ulemi të flasim. Shpalli sfidën, pra shpalli odhi dorashkën. Meqe? Debati më i madh që është bërë deri tani në politikë, në marrëdhënie me votimin e grupit është Elisa, sepse edhe mediat pak a shumë dy tjerët i kanë justifikuar. Te Elisa ka mbet diçka. Qytetin e parë pash se një kapriço. Dhe edhe kjo tendencë për ta thjeshtuar kaq problemin e saj në kuptimin e mbledhjes së grupit për diskutuar një kapriço, nuk mbledhet grupi. Po, se pyetja është bërë zotit Balla me idenë që a do merrni mas. Po. Kam përshtypjen. Pra pyetja nga gazetarja është bërë a do merrni mas. Disiplinore. Pra nuk i qëndroi tani Ballës, po i them parimit, gjithmonë parimit. Unë kam qenë grup parlamentar, por të arish diskutosh grup parlamentar, kapriço në një deputeti i cili nuk përbën një filozofi, nuk përbën një rrymë politike, nuk përbën një ide, se mund diskutojnë grup parlamentar ide. Pas kryetare kuvendit. Po, ide diskutojnë, le të ketë qenë kryetare kuvendit, le të ketë qenë kryetare. Në fundit është e barabartë me gjithë tjerët. Për meritat që kishte, zotënia tashmë është nën kryetar, nesër dej, nuk e justifikon vendin nën kryetarit dhe është normale. Kryetar kanë qenë shumë të tjerën përpara, nuk kanë justifikuar, tashmë jemi me Taulantin. Pra cili vazhdon, ai që ka merita që në merr një pozicion, por kjo nuk do të thotë që është i privilegjuar. Nuk do të thotë që në atë grup është ai i cili duhet të përkëdhelet më tepër meqense se ishte ato pozicione. Jo, pse ja ka treguar që i lëviz elitat e veta dhe i shpije nga një pozicion në një pozicion tjetër duke mos prodhuar as edhe një herë dikë i cili është më i privilegjuar nga gjithë tjerët. E ka pse ja këtë gjë. Por Elisa duhet mbaj përgjegjësi vetë për kapriçon e saj. Pra them për kapriçon e saj. Nëse ajo ka probleme drejt për drejt me Ballukun, është problemi i saj me Ballukun, por jo i grupit parlamentar. Kur grupi parlamentar e implikon çështjen në të gjithë grupin parlamentar, ka diçka që pastaj grupi di më tepër se ç'dim ne. Por unë nuk mendoj që është një gjë e tillë. Jo, zotëri, është shumë e thjeshtë sepse kryetari i partisë ka marrë qendrim
dhe ka marrë një qëndrim radikal, tha nuk e pranojmë kërkesën për heqje të imunitetit, ai e vendosi komplet karrierën e tij politike në sfidë, e kalkuloj që mundet me hi në konflikt me Gjermanë, me Britanik, me BE, me të gjitha, majti qëndrim, që nën kupton tash ju deputet e mi, o jeni me mu, ose jeni me mu. 3 dolën nuk ishin pranishëm, atë diarea, gripa, qka, Elisa sot tha, jo, unë e kam pas qëllimshme. Do më thonë, tu është mohabeti. Ajo ka dalë dhe kundër kryetarit partisë, nuk ka dalë kundër Kuptoni që ka dalë kundër edhe le të ketë dalë kundër kryetarit partisë. Ka dalë kundër kryetarit. Do majtë përgjithësi. Do vim në, po jo më s'ka pse të mbaj përgjithësi. Jo përgjithësi politike, normale. Një grup demokrat përgjithësin do të mbaj në postit që do mbaj, mos u bëj merak. Edhe përgjithësin e kam mbajtur sepse të jesh nga i pozicion ku ishte. Dhe tjere, në fund fare, të përfundoj si deputet e zakonshme, nuk është rastishme, edhe si edhe Elizës tani, po dhe rënje saj në politikë. Do të thënë që ajo ka rënë tani në politikë. Dhe është produkt... Jo, me këtë sjellje nuk ka rënë. Jo. Me këtë sjellje kjo sjellje është reagimi fundit. është reagimi fundit, fundori saja. Por unë ku po të them, në qoftë se grupi parlamentar do të merret me një çështje të tillë, unë besoj respekti grupi parlamentar. Nuk ka punë grupi parlamentar. Demokracia është, edhe mund mos vi. Ka refuzuar vendimin e grupit, por nuk ka sankcione e grupit. Tauland Balla i është përgjigj pyetjes së një gazetare. Pra nuk ka qenë nuk është prononcim. Edhe Taulandi i mendon gjërat mirë para se me fol. Okej, dakord, po do të thënë nuk ka pasur. Taulandi do futej në debat të merre me Taulandi del për çështje që janë serioze, që janë për mua serioze, që është çështja e referendumit, që është çështja e 101 deputetëve, që është çështja e kushtetutës, del një pyetje dhe çdo bëni me Spiropalin. Si t'ja përgjigjej edhe ky? Me politesë, sot të ta diskutojmë grupë. Po ti sikur që më tepër kanë shkaluar për të mos e bërë objekt të bësh konferencë shtypi Spiropalin, po jo më burr, jo. Mendoj që nuk e ka pasur atë qëllim, por përgjigjja e Elisës Spiropalit e ka ngritur në nivel tjetër. E ka çuar në nivel tjetër. Po të tërheq Spiropali gjithë grupin parlamentar, gjithë PS-n, pastaj duhet të jenë kujdesshëm këta se ai drejt ai, po unë jam. Po flas. Gjithsesi mendimi im ky. Do e shoh nga ana e komunikimit që ne këtu kush më shumë e kush më pak e njofim. Elisa mezi e ka pritur këtë reagim për të vazhduar që çështja e saj të mbetet në agjendën e diskutimit publik. Sepse... Cila është çështja e saj? Pra, çështja e saj është një lloj... Tu pastaj duhet të flasim me cila është çështja. Ja ta them qartë. Hatërmbetja e saj për shkarkimin nga ministre, nga ana e Ramës për 5-6 muaj që ajo ishte ministre. Pra, po ta vësh re, pas momenti që Rama e ka shkarkuar, pa ardhur te Balluku, larg sa ardhur te Balluku, Spiropali ka bërë një reagim të gjatë, që fliste për dinjitetin, që fliste për rrjeshtin, që fliste për lojalitet. E kështu me radhë. Po, ishte reagim i ndërtuar me shumë kujdes, kishte brenda dhe filozofi politike, pra nuk ishte një gjë, po e menduar që jepte mesazh. Dhe nga ajo Spiropali e ka vazhduar duke dhënë mesazhe indirekte me aktin që nuk shkoi të votonte një vendim që mori Rama, siç e tha Albatrosi, dhe me këtë të sotmen që Dakor, po si thonë anglezët, where do we go from here? Po pra. Pra, okay, e nise ku shkojmë? Tani unë them që njerëz i kemë rapa vetës. Zonja Spiropali, dakor. Po zonja Spiropali sot për herë të parë ka kapur një lloj narrative dhe një lloj momentumi politik që ajo po e shfrytëzon për kapitalin e saj. Në finale ajo po e shes si faktorizim Sokol. Pra, ti dalësh Ramës përballë sot, kur Rama është i gjithë pushtetshëm siç interpretohet, dhe pse gjykata në moment delikat, nuk është sigurisht. Dhe kjo tregon sigurisht, dhe kjo tregon që ajo zonja, të paktën ajo në raport me veten, ndihet e gatshme të bëjë një përballje. Albatros, ka një moment kur Spiropali është gjetur në një situatë të ngjashme, jo të njëjtë, ngjashme, ku ajo është përballur me Erion Velin për garën për Freshën, nëse unë zgaboj. Në një moment, do thoja, një nga momentet e rrallë kur Erion Velia i humbi dhe qetësinë. Në atë garë që e fitoi zonja Spiropali, në kohë që zoti Velia do të 15 vjet më parë. Po, 15 vjet më parë. Pra 15 vjet më parë kur sigurisht Erioni ishte shumë i fuqishëm. Sekretar i rinisë në partisë. Po, jo ishte sigurisht që ka qenë pas i kanë ardhur në pushtet, nëse unë zgaboj.
Pra Eroni ishte dhe i fuqishëm në politikë. Ka patur 2 gara, një përpara se të vinin pushtet dhe një përpara. Okej. Po të më thënë, ajo ka një garë, e pera parë që unë bëjmë Erion Velin që e humbi qetësinë, një garë cilën e fitoi Spiro Pali, pra u zgjodh vetë nuk fitoi personi që Erioni temi mbështeste dhe s'ka një gjë të keqe Është shqiptarake, pas një diskutim. Sot sa e ngjashme, sa e njëjtë, sa e ndryshme situata që pastaj. Sipas tash unë kam pas ca komunikime private me zonën Spiro Pali dhe tash nuk është mirë ato me i shpreh. Jo, privatet jo, nuk është korrekte, por një gjë mund ta them se nuk është sekret i madh që Partia Socialiste e di shumë mirë temperamentin e saj, e di shumë mirë kur kokëforcin edhe energjinë që ajo i jep vetës kur menon që e ka një kauzë. Zoja Spiro Pali sot mendon që e ka i kauzë. Ajo mendon që e ka një kauzë. Unë mendoj që kauza asaj nuk është të menuar mirë, dhe ja kam thonë edhe publikisht. Nuk është të menuar mirë kjo punë, sepse kjo është pak më e komplikuar se kaq, duhet parashtru pyetjen sa njerëz e kemi pa vetës, ku do me dalë me këtë punë, cili është qëllimi final, e të tjera, a është qëllimi final që ti të shkosh në një konflikt me Ramën dhe një pikë që Rama të thotë çapo do dhe eja të kthehesh prapë në, si thuat, në kope, sikur ajo delja që del pi kopes dhe pastaj kthehet prapë, apo qëllimi është që të dalësh, tash nëse është qëllimi që të kthehet prapë, mendoj që nuk është strategji e duhur, Rama nuk ka me pranua atë gjë, ka me pas si shantazh dhe nuk e pranon. Nëse është ideja me dalë diku tjetër me kryer një fraksion, nëse është ideja thjesht më bë personazh, atë unë nuk e di, por unë mendoj që nuk është të menuar mirë. Strategjia e Elisës. A fakti që ajo do më shku deri në fund kësaj pune, këtu nuk ka si dilemë, deklaratën e sotshme, ajo thonë që e ka ajo don mi qel, do mi qel gjitha gjërat edhe ti diskutojmë. Për të thënë vetëm një fjalë, duke qenë se isha prezent në momentin që ne po prezantonim këtë projekt ligj mbi referendumet. Kryetari i grupit as nuk tha që do mbledhim grupin për një çështje të caktuar, por ju përgjigj pyetjes që u bë nga një gazetare dhe tha që unë të e kuptoj do të konsultohem me grupin parlamentar, që do të thotë, është ajo që unë thash fillim. Po tani jeni pas teta, Spiro Pali ju ka hedhur sfidën. Çdo Lajmin e ka provokuar Elisa, jo Tauland. Çdo tematik që është për të diskutuar, diskutohet në grupin parlamentar. Pra, grupi parlamentar mblidhet çdo javë. Nuk është diçka që bëhet për një çështje të caktuar. Dhe ato që janë për të diskutuar, do diskutojnë. Pa asnjëherë nuk i japim asnjë çështje, cilëndo rëndësi të ketë, nuk i japim më shumë rëndësi se ç'duhet, por i diskutojmë aty, i trajtojmë aty secili jep mendimin e tij. Pra, për sa i përket kësaj nuk shoh asnjë gjë, asnjë lajm, asnjë çudi në këtë mes. Jo, lajmi është që ka qenë një përgjigje e krejt grupit komendor në një pyetje gazetare, dhe personi që është përmendur ka thonë, "Okay, bring it on." Si po thotë zotëria, mund ndodhë që e mbledhjes bëhet fare. Mbledhjet do bëhet, eventualisht do bëhet një moment. Ka për të bërë, jo. Eventualisht do bëhet edhe grupi, edhe një herë. Ato diskutohet çështja se mbledhjet do ndodhin. Po ka mbledhje për këtë temë, po them, Po prapë temën e bën vetë personin fjalë. Zonja që shkon mund ta hapi. Mund ta hapi ajo, po. Gjithë secili hap çdo temë që dëshiron. Hajde mbyllë pastaj. Okej. Ose varet se e mbyll. Po. E shponet Erion Velia, po unë do ta sjell diçka më afër. Në atë podium atje, është dhe një sekuencë ku Rama vete tek Spiro Pali dhe ka një debat para kamerave. Kur? Më herët e sene. Më herët, po. Dhe është një skemë e tillë që sinqerisht unë e kam ndjek me shumë vëmendje. Ju thoni ka diçka tjetër më pas kësaj përplasje thoni ju. Kur për herë të parë u bë qeveria dhe Spiro Pali kishte pretendime për të kapur një post dhe për herë të parë unë shoh Ramën që vetet e Spiro Pali dhe i fliste do ajo që i rinte në këtë formë. Kështu. Kjo ka qenë skena. Skenë në kuvend. Momentin që është votu qeveria. Skenë në kuvend. Skenë në kuvend. Duket ka qenë u anashkaluar, por tani po e rikthej në kujtesë për të analizuar diçka. Spiro Pali ka qenë e përgëdhelur e Ramës. Dhe Rama ka prodhu Spiro Palin dhe atë sjellit saj. Sepse Rama ju e dini mirë që po të vurin që njëstër i thotë edhe as i prodhon këto marrëdhënie. E ka të prera gjërat, i ka më drejt për drejta. Por ishte rasti parë ku unë konstatova i diçka që raporti tyre kishte një konfidencë ku tolerancën bënte Rama. Në qoftë se shohim dinamikën gradualisht, shkarkimet e fundit saj tregojnë që ky raport është kthyer përfundimisht.
Kështu që atë ndëshkim Spiropali e ka marrë në marrëdhënie me Ramën, janë marrëdhënie me grupin parlamentar. Pra e thonë është përplasje direkte e saj me Ramën? Po me Ramën, sepse gjitha e rëndje e saj e menjëhershme, gjitha e shkarkimi i menjëhershëm, është një thyrje e rënd me Ramën. Gjithë ka strategji që bënë ajo. Duke mos patur parasysh që kemi të bëjmë me një grup i cili, se po e diskutojnë tani po prodhuan thyrjet në PS, nuk thyet PS jo. Se nuk ka grup në PS. Grupi më i fuqishëm që mund thonë të ishte Erion Velis, dim kush janë ai grupi. Nuk ka grupe se PS-ja është vetë një grup. Pra, në vetvete nuk kemi fraksione në Partinë Socialiste. Aq më tepër Spiropali, që unë nuk e di kush do të jetë i dyti në krah Spiropalit në 30 vjet që unë e njoh Spiropalin. Nuk e di Timur Arben, po mund t'i ketë ajo. Ja për shembull, zoti Male mund të jetë një ndër ta. Nëse tani fare shqetësim tilla. Nuk kemi fare shqetësim politikë paka shumë i dim gjërat të, po nuk do t'i dalë përsëri kësaj. Ishte batut me. Strategjia e Spiropalit në këtë rast përveç se një kapriço të një fëmijët përkëdhelur, po e them hapur fare, të një fëmijët përkëdhelur, e cila duhet të lënë e qetë tani, që të vinë qetësinë e vetë, sepse ai është një aset i mirë për PS-n. Dhe unë e vlerësoj, është edhe oratore, dhe politikane ka qenë, edhe kontributuese ka qenë. Në këtë moment, ajo është nervozizëm. Dhe këtë nervozizëm, ajo është pre në këto forma që fillojmë të debatojmë në këtu. Nuk është mirë ta mërzisësh. E mira e saj, tani e mira e saj, jo e mira e grupit, se grupi, unë jam i sigurt që s'ka për të marrë me këtë punë. Sa ka atë mbetje, tilla ka patur në grup, merre grupi me këtë punë, do më thënë që të... Sidomos PS. Po mas, kush ka dalë publikisht me sfidu, si kjo pera parë. Ajo e bën sepse ajo është përkëdhelur shumë, është përkëdhelur më tepër nga gjithë tjerët. Kështu që Nese, kjo është grup që është shumë i pjekur për merë vendimarrje, edhe kjo nuk diskutohet fare. Mede për të parë, unë mendoj që Albatrosi ka detë ka që thotë që Zoe Spiropali e ka hedhur dorashkën në mënyrë përkombëtare. Po kujt ja ka hedhur dhe çfarë përfaqëson? Skënderbeu ja ka hedhur. Rama i ka thënë tani mos flas me këtë gjuhë, son flasë me këtë gjuhë. Po ai ka thënë Rami se të kanë përkëdhelur një herë, dy herë pa ta shikojmë si do shkojë kjo punë. Shkojmë një herë publicitet dhe rikthehemi flasim për temën, sigurisht kjo ishte nuk mund ta evitonim dot, pasi ishte zhvillim i rëndësishëm i minutës fundit dhe rrallë ndodh që në partitë shqiptare të ketë reagime të brendshme në kundër linjës zyrtare të partisë. E shikojmë çapo i ndodh nga ana tjetër në partitë shqiptare. Shikojmë çapo i ndodh Salianit nga krahu tjetër, të cilit po shumë shpejt do të heqin dhe shoferin nga Partia Demokratike. Po kthehemi më njëherë pas një ndërprerje shkurtë publicitare për të folur pak për këtë të famshëm referendum, për këtë referendum, ose siç e quaj unë, në fakt do kemi zgjedhje, por do i quajmë referendum. Kthehemi pas pak.